Në mënyrën se si janë administruar provat, materialet që sponsoroi Serbia, lëkundi shqetësoi shumë profesionistët. Gjithë ky proces, përfshirë edhe zotin Xhafinaj që kishte përballur dikur. Është e vërtetë, unë e përsërita edhe nëse një vërtet negativ. Jo, e keni intervistën e drejtësunit, sepse Serbia tashmë po shtyhet kush me I marrë medaljet e suksesit të kësaj se çka po ndodh në gjykatë speciale. I keni një 5-6 njerëz që po përlahen nëpër studio televizive, kujna është merita që ja vçoj lande dhe e krijoj, sepse ata po thonë që na e kem kriju, na e kem financu, madje po japin shifra edhe të pareve, dikun afër 100 e diçka milion që Serbia I ka dhënë në blemje dëshmitarëve marimit tyne ose krijimit të situatë. Për fason njërin prej këtyre tregimeve, zoti Tasholli, edhe në publik tashmë është gjithë skema e dekonstruar. Ajo është ABC manual. Qysh funksionojnë shërbimet për me destabilizu një vend. Do thëmë me Nazim Blaca është preksusta për mu shu simfonia për me qitë në stëm një agjendë caktuar politike. Do më tha është ABC. Kushdo që studion këto fahet, disiplina, e din që ai rast është me manual. A denjë. Edhe këtë që është të ndodhë. Po nëse përcjellin drejtësunin në 2-3 muajt e fundit, për shembull ai e thot, unë e për reduktoj kështu se e thot në mënyrë metaforike, e thot veç një muaj në t'i dënojnë ata. Aja thët një vjetë, po më përbëj një muj, thët veç një vjetë le t'i dënojnë ata. Veç ta kena na certifikatën zyrtare, që këja është kriminale. Ne t'i lëshojnë, ne t'i qojnë Brazil në pushime. Neve veç po na vynë një dokument I certifikum që ata janë kriminale dhe këja ka qenë luftë kriminale. E sheni ku ka qenë qëllimi edhe ku po shojnë. Kjo mund t'ju duket njerëzve që nuk merre me publike dhe me këto fenomene dhe si diçka që te I kalëm jo. Kjo paraqet probleme shumë ma që I diskutuam edhe në konferencat të interpretimit të historisë. Para me ndë, fëmijët tanë, me një kapitull kanë me mësu se qysh Guerilla erë se është ati shtypjes, thuja shekullore. Edhe në një kapitull tjetër kanë me mësu se qysh ata janë kriminal certifikum. Që e kanë certifikatën ndërkombëtare që janë kriminale, ndërmarrja për bashkë kriminal. Qysh kemi shtiq të dy ngjarje brenda librave tonë, brenda shkollave tonë, brenda sistemit tonë skolastik. E shihni që problemet janë shumë më të mëdha se që provohet të ekspozohen ose të thuhen për to. Bjemi të thuaj se në fund Tasholli jeni tërkohën duke u marrë detajshëm me gjithë operacionin e monitorimit, organizimit, sensibilizimit gjithë asaj strukture të funksionimit të shkeljeve drejtave dhe lirive themelore të njeriut, po I referohem dhe raportet që bën organizata kredibile avokatëve britanik, ombudspersoni, gjithë jo në të këqyrme në juve keni vërej detaje që do duhet ta shkundin, nuk do duhet ta lënë të patrazuar asnjë njeri racional. Dhe fundi I këtij procesi, nëse vjen po me këto praktika abuzive të standardeve ndërkombëtare drejtësisë, çfarë flet për ju? Kjo nëse vazhdohet kështu, legjitimohet ajo që e kem thënë prej fillimit që kjo gjykatë është politike dhe thirrjen që drejtësia jo politik. Në kohë normal perëndimi, kohë normal katrat Evropa, mos u pas çmend, verdikti juridik duhet të jetë lirues. Sepse nuk ka asnjë bazë juridike që ata kish mujt mi majt atje. Nuk po them unë, nuk po e thot Kosova, po e thojnë këtë njerëz e rëndësishëm profesional që merren me këtë punë. Mandej këtë fillimi ka qenë gabim, këtë një etnike këtë ato. Por nëse politika ka dalë menç, edhe po do me marrë veprimet njanshme jashtë habitatit juridik, unë menoj që kanë me kriju precedane të rrezikshme. Me konsekuencën tjetër? Me konsekuencën e destabilizimit vendit. Atje na çon. Po, jo nuk ka tjetër, se nëse e shihni një verdikt negativ, mbi krejt të tërheqjet vëmendjes edhe vrejtjet që 60. O moni se e keni shkel këta, o moni se e keni shkel ata, o moni ty ekspozu edhe evidentu, edhe prap merret
destabilizimin e kitë sigurt. Kjo skema, thu, atje qënë vene, në kallje. Jo nuk ka shpjegim racional të asaj si çka ka ndodhur. Ja ke marrë 4 veta njerëzve që kanë qenë themeli i guerilës dhe shtetëndërtimit, edhe nuk po jep arsye juridike pse ata pimon atje. Normalisht që kërkush se duron, asnjë qytetar normal nuk e duron këtë fymje që i bëhet, sepse kanë njerë kanë përshtypjen se ajo gjykatë po e fyn qytetarin e Kosovës, po e merr për budall, këshirën e trëndafilove. E keni një deklaratë, intervistë saj skandaloze që mu halom skandalizën, kur e bën behinin e nanës që nuk janë manipulu qaka. Këqër neve që na trajton si një shoqni në mesjet. Kur u bo që shefja e një gjykate na rikthej mrenave kanoneve mesjetare, që beja është legjitime dhe ju hapat e saj juridik. E ka thënë këto. E ka thënë, të është këshër qysh na trajton neve, si qytetarë dorës dytë, ata po menojnë që na jem budall, ata po menojnë që na s'dim qysh me reagu edhe s'dim qysh me... A ditë të reagoj Kosova në gjithë këto vite, kishte kuvend me mandat të plot. Po. Kuvendi ka dhe komisionet e ti. Jo, është dashtë të rregullta dhe mund bëj edhe komisionat hëk. Është dashtë të ndjeket, është dashtë të ndiqet rasti i Kroacisë, Gotevinës, ishte neutral kuvendi. Ma konkretisht, po që thojnë me tamlin e derdhur nuk ahet, tash jem në... Sipas kuvendit Kosovës, lufta u QK-s në Kopaçi ka qenë. Po, tash jem... Gueril që ka luftu për ato qëllime. Në intervista televizive në studio dhe mund ta thonë deputet saktuar, por formalisht, zyrtarisht kuvendi Kosovës nuk ka angazhu asnjë komision. Tash jem fazën finale, ku edhe konfrontimet eventuale nuk na konvenojmë, sepse jem në fazën e fundit finale. Po të reqin një fakt. Po menoj që do të kihet parasysh potenciali destabilizimit së shoqënie me disa manipulime në verdikte që nëse do t'jenë politike. Dhe këtë fund e prit një natyrisht lirus për të konfirmu gjithaj tregim ndërkombëtar dhe për Kosovën, për lirim, për një Kosovë që të respektoj drejtat e secilit. E keni cituar dhe një intervistë që dha nga Burgu, ish presidentit Thaçi, duke i kërkuar Kosovës që punoj smarit, të ketë institucionet forta, stabile, të punoj me komunitetin perëndimor për të avancuar matutje Kosovë. Për me kry shkurt, se do jem fund të emisionit, verdikti do të na kallëzoj ashiqare, e ka pas mirë NATO a Milošević.